ishte përfundimtar. Lufta e tij ndaj eprorëve më të lartë të UÇK-s nuk ka të ndalur. Parafërsisht bëhet fjalë për 17 raste. Sa ke realizu? Jo është fjala për vrasje, plagesa, kërcënime, shantazhe, rraje brutale të tjera. Me dëshminë e tij sot janë në burg Fahredin Gashi, Shpresim Uka, Driton Hajdari, Sadik Abazi dhe Shaban Syla. Kurse Bekim Syla gjendet në Arati. Përpjekjet për ta shpallur person me tëmeta mendore nuk u morën parasysh prej gjyqtarëve dhe prokurorëve të Uleksit. Për më tepër, pozicioni i Bllazës prej vitit 2000